Një vajzë shqiptare po ngre lart flamurin kuqezi në zemër të Amerikës Latine, duke i dhënë zë dhe krenari komunitetit ton në Argjentinë. Bëhet fjalë për Luna Ibraj, e cila po garon në qytetin Berisso, Buenos Aires, për të shpallur mbretëresha e emigrantëve në një aktivitet që bashkon përfaqësuese nga 10 komunitete të botës. Me buzëqeshje, emocion dhe shumë përkushtim, Luna ka ndarë me publikun përgatitjet dhe ndjesitë e saj për këtë kompeticion të rëndësishëm. Ajo nuk përfaqëson vetëm veten, por mban mbi supe historinë, sakrificat dhe ëndrat e brezave të shqiptarëve që u larguan nga atë dheu për një jetë më të mirë. Në çdo hap të saj, në çdo dalje publike, ajo përcon një mesazh të qartë: Shqipëria jeton në zemrat tona, kudo që jemi. Familja e Lunës e ka përjetuar më parë këtë emocion, pasi edhe motra e saj ka fituar këtë titull, duke e kthuar këtë arritje në një traditë krenarie familjare. Por këtë herë është radha e Lunës të shkruajë kapitullin e saj, me një identitet të fortë dhe një dashuri të thellë për origjinën. Një nga detajet më domethënëse që ajo ka zbuluar është tatuazhi me simbolin e flamurit shqiptar, që e mban si shenjë dashurie dhe respekti për rrënjët e saj. Të gjitha mbretëreshat përfaqësojnë vendin e tyre. Unë zgjodha simbolin e flamurit sepse dua ta tregoj me krenari Shqipërinë, është shprehur Luna, duke prekur zemrat e shumë bashkëkombësve. Dita e imigrantit në Berisso nis më 4 shtator dhe zgjat rreth një muaj e gjysmë për të kulmuar me natën finale më 14 tetor dhe paradën tradicionale më 15 tetor. Në këtë parad, përfaqësuesit shfaqen me veshje dhe simbole kombëtare, duke sjellë para publikut kulturën dhe historinë e vendeve të tyre. Për shqiptarët e Argjentinës, kjo është një mundësi e artë për të treguar trashëgiminë, vallet, kostumet popullore dhe shpirtin e pathyeshëm të një kombi të vogël në hartë, por të madh në zemër. Shoqëria shqiptare në Argjentinë konsiderohet ndër komunitetet më të vjetra emigrante atje, me një histori që daton rreth një shekull më parë. Sot, përmes Lunës, kjo histori merr një dritë të re shprese dhe krenarie. Kjo nuk është thjesht një garë bukurie, është një moment identiteti, një thirrje për unitet dhe një dëshmi se, pavarësisht distancës, shqiptari mbetet gjithmonë i lidhur me tokën e vet. Luna Ibraj është sot fytyra e kësaj krenarie, një simbol i gjallë i diasporës shqiptare në Amerikën Latine.